I urti dhe djali I tij. Një urt I tha djalit të tij: "Birim, mos e tepro kurrë në punët që bën. Mos u beso shumë njerëzve, sepse disa prej tyre do të tradhtojnë. Mos ja jep askujt dashurinë tënde plotësisht, sepse mund të zhgënjehesh. Mos mendo shumë, sepse do të biesh në depresion. Mos I trajto njerëzit në mënyrë të veçantë, sepse mund të bëhesh objekt I shfrytëzimit. Mos shpenzo shumë, sepse mund të varfërohesh. Mos ha shumë, sepse mund të shëndosh. Birim, ka ende shumë gjëra për të cilat duhet të kesh kujdes, por përmbledhja e gjithçkaje është se duhet të veprosh me ekuilibër, maturi dhe me mendje të kthjellët në çdo çështje të jetës tënde.